Dua të bëj laminimin e vetullës, po jam besimtare muslimane dhe se dia mund ta bëj. Vjen një kliente për të bërë vetullat, vajza ishte 18 vjeç dhe ishte praktikante e fesë muslimane. Kishim diskutuar disa herë për procedurën, duke u referuar edhe çatit. Tani procedura e laminimit sipas çatit mund të realizohej sepse produktet nuk ndalonin depërtimin e ujit në fijen e vetullës. Por pjesa e pastrimit ishte me pikpyetje. Gjithsesi unë i thash klientes të bënim çfarë ajo dëshironte. Në rregull, sa do bëj laminim, pastrim dhe lyre me bojë. Vazhduam me procedurën, vendosëm produktet, bëm matjen me pet, dhënien e formës dhe lyre me bojë. Në fund i doli një super rezultat dhe realisht i duke hyrë. Edhe klientët si pëlqyen dhe pas një muaji vjen përsëri në studio e njëjta kliente. Jam zënë me gjithë familjen, tha për fajin. Pse i thash si është puna? Bëra laminimin, tha, po familja s'ma pranoi, filloi të më fshinte vetullat, më përdorën dhe krip që ta bënin si tip scrapi që të mikte efekti, u çmendon fare. Po mirë, i thash si ja bëra. Içta, pasi përdorën gjithë këto teknikat, unë shkova te dhoma, i kreja edhe një herë dhe ishin njësoj siç e kisha kur dola nga këtu. Po besoj, thash, ke ardhur të bësh prap laminimin me gjithë to që ke kaluar. Jo, tha, normal që do i bëj prap, tha, më pëlqyen shumë. Shikoj, thash, që mos kesh dhe ti të tilla strese, vetëm për vetullën, mund të bëjmë dhe pak bojë, thash, pa laminim që mos dallohet fare çfarë ke bërë. Jo, tha, mi bëj laminim, tha, se edhe familja ime do mësohet, s'do i bëj më përshtypje. Kështu i bëm përsëri laminimin e vetullës, i doli perfekt si herën e parë. Historia si gjithmonë nuk është për kliente në video, por ju lutem shikoni pak se si kemi realizuar laminimin e vetullës te klientja jonë. Kështu dukeshin vetullat përpara procedurës dhe kështu duken pas. Moj vajzo më hape puna, moj vajzo Më le që 3 ditë pa gjumë,